بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falenderojmë dhe lavdërojmë Allahun e lartësuar, ashtu siç e meriton ai xhalla shanu. Selamet ja dërgojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut të lartësuar shpjegimin nga komentimi i Kuranit famlar, tash ne jemi në dersin e 43 me radhë, që kemi mbet tek ajeti 94 i surës Al-Baqara. Duke ditur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ballafaqohej shpesh me jehudit e Medinës dhe debatonte shpesh për kita zi me fenë e Allahut të lartësuar, duke ja u vërtetuar atyre që Kurani është fjala e Allahut, që Rasulullah është pejgamberi i Allahut xhalla xhanuhu, dhe ata e dinin fort mirë po gjanin arsye të ndryshme për të ikur besimit në Allahun azza wa jall, sikurse që ne jemi duke e pa në derset tona. E Allahu subhanahu wa ta'ala në shumë ajete të Kur'anit i demanton ehlul kitabin në mënyrë që ta tregoj rrugën e vërtetë, sepse Islami është mesatarja mes dy poleve ekstreme, sikurse që janë ehlus suneti, mesatarja e poleve ekstreme në mesin e besimtarëve. Andaj dashur vëllezër, duke debatu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me fiset jehudë në Medinë, ata i thanë që nuk hynë në xhenet përveç atij që është jehudi dhe i krishter. Edhe është ajeti i Kur'anit. Nuk hynë në xhenet përveç neve. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju lypi al-mubahala. Ju lypi që të dalin, al-mubahala është në gjuhën arabe me dal dhe me lutë Allahun dy grupe kur të pretendojnë të vërtetën, edhe njëri grup patjetër që ka më qenë gënjeshtar. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lypi me dal në një vend dhe me lutë Allahun azza wa jall që grupi i cili është gënjeshtar, Allahu xhalla wa ala më marr jetën me qua atje ku e meriton në xhenem. Do thonë me vdek Allahu subhanahu wa taala. Ata nuk pranuan. Dhe Allahu xhalla wa ala na tregon në Kur'an se çka ju tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Qul in kanat lakum ad-daru al-akhiratu 'inda Allahi khalisatan min duni nas fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin." Ju tha Allahu xhalla wa ala, thuaj, nëse bota tjetër për xheneti është vetëm për juve dhe jo për njerëzit e tjerë, fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin. Qofse jeni të sinqert, kërkoni vdekjen te Allahu xhalla. Po dalme dhe po lutemi, edhe kërkoni ju vdekjen, shkoni pra. Qofse grupi ju pra është i vetmi që ka me në xhenet, hajde pra, xhenetlia ka qef me shku dhe me taku Allahun azza wa jall. Xhenetlia e din që dynjaja është e ashpër. Dynjaja është sijën, siç ka në hadith, është burg për besimtarin, edhe është xhenet për besimtarin. Edhe ju me qenë se paski marrëveshje me Zotin dhe ku ki xhenetlia atëre, fatamannaw al-maut, kërkoni vdekjen prej Allahut edhe shkoni në xhenet pra. Hajde po dalme dhe po lutmi. Cili o gënjeshtar, Allahu xhalla wa ala më ia marr shpirtin. Edhe me dënu pastaj Zoti xhalla wa ala. Çka tha Allahu? "Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil-zalimin." Kurse se ata nuk e kërkojnë vdekjen. Kur nuk e dëshirojnë vdekjen, bima qaddamat aydihim, për shkak çka kanë punu durët e veta prej mëkateve. Wallahu alimun bil-zalimin. Edhe Allahu e din fort mirë të padrejtit dhe zullumçarët. I din fort mirë të padrejtit dhe zullumçarët. Pra Allahu xhalla wa ala pi demanton, sepse besimtari kur është i sinqert, e don Allahun, është në rrugën e drejtë, ai ka qef me shku mu taku me Zotin e tij. E njeriu që s'është i rrugës së drejtë, e din që ka mangësi, e din që s'është të besu Allahun, e din që është të mohu Resulullah, është të mohu Kur'anit, ajo është hak. Ai s'ka qef me vdek. Nuk ka qef me vdek, për këtë ka në hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për këtë ngjarje, thotë sikur ta dëshironin ata vdekjen, nuk kish me met jehudin i gjallë tokë.
thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ata që ishin dalë me neve, thot me babe, kur t'ishin kthy te familjet e tyre, as kishin me gjetë familje, as shtëpi, as pasuri. Kishin mishduk Allahu xhalla wa'ala. Dhe kishin me pa vendin e tyre në xhenem, siç ka ardhur në hadithin nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Për këtë Allah azza wa jalla thot: "Wa la tajidannahum ahrasa an-nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku." Thot edhe njerëzit që më së shumti lakmojnë për të jetuar gjatë janë jehudët, thot Allah azza wa jalla. Janë jehudët. Njerëzit që më së shumti lakmojnë për me jetu gjatë, për me jetu në këtë jetë, me jetu jetën, ke për të gjetër, thot jehudët, thot Allah azza wa jalla. Wa min alladhina ashraku, edhe më shumë se sa mushrikët. Subhanallah. Mushrikët nuk e besojnë që ka xhenet, që ka xhenem, që ka jetë tjetër. Ata thonë këtë jetë edhe shuhet. E Allah thot për mushrikët. Thot Allahu xhalla wa ala: "Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru 1000 sanatin wama huwa bimuzahzihihi min al'adab an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun." Edhe pse thot doni prej mushrikëve ka dëshirë të jetojë 1000 vjet, jehudët kanë dëshirë ala ma gjatë. Po Allah po thot mushrikët kanë qef me jetu më shumë se 1000 vjet. Bile, thot autorët e tefsirit thonë, te mushrikët, qoftë mushrikët Mekas ose me gjosët, kur ka të shtit ndonjëri prej tyre, i ka thonë jetofsh 1000 vjet. Sepse e ka ditë që për ta s'ka ahiret. E Allah azza wa jalla po thot, jehudët kanë dëshirë me jetu më shumë se sa 1000 vjet. Pastaj thot, jeta e gjatë nuk e shpëton njeriu nga dënimi i Allahut azza wa jalla. Wallahu basirun bima ya'malun. Allahu sheh çka veprojnë ata. Sado që gjatë jeton njeriu, nuk mundet me shpëtu nga dënimi i Allahut. Iblisi alayhi la'natullah, pej kur e ka kriju Allahu azza wa jalla gjallë. S'ka ndegaj kur. Prej kur e ka kriju Allahu gjallë. Ama jetë gjatësia e tij, a shpëton nga zjarri i xhenem? Jo. Se shpëton. 1000 vjet me jetu njeriu, 2000 vjet, 10000 vjet. Kur e din që është jashtë rrugës së Allahut azza wa jall, ka me shkue në xhenem. Ajetin që lexuam në Yasin: "Qul ya ayyuhalladhina hadu", surën Jumu'a: "In za'amtum annakum awliya'u lillahi min duni an-nas." O ju të cilët i thoni vetë jehudi, nëse pretendoni që jeni evliat e Allahut, miqtë e Zotit e jo njerëzit e tjerë, fatamannu al-mauta in kuntum sadiqin. Atëherë kërkoni vdekjen nëse jeni të sinqertë. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bil-zalimin. Nuk e dëshirojnë për shkak të mëkateve që i kanë punuar me duart e tyre. Allahu thot, i njeh dhe i din zullumçarët. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Vdekja prej të cilës ju po ikni, kam ju nxon. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Keni më u kthy tek ai i cili e di të fshahtën dhe të dukshmen. Dhe kam ju tregu për punët e juve që i keni punuar në dynjë. Pra Allahu xhalla wa ala në këtë ajet na tregon që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lutur, ka thonë, më qenë se po thoni që jeni xheneti, hajde pra po dalmi për mallkojmë njëri tjetrin. Nuk kanë guxuar me dalë. Njëjtë ka ndodhur me të krishterët e Nejranit. I krishterët e Nejranit, Nejrani është tash qytet në Arabi Saudite, kanë shkuar në Medinë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kanë polemizuar për Isaun alayhis salam. Allahu xhalla wa ala në surën Al Imran ajeti 61 që nuk do të kohë të shpjegojmë, na tregon që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prap ju ka lutur aty në hajde pro dalëm, e bëjmë dua e ta shohim cili është në rrugën e drejtë. Thot Allahu: "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilm." Kush polemizon ty për këtë ze me Isa alayhis salam, pasi që të ka ardhur vërteta për ta, që është robi i Allahut dhe i dërguari i tij, fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'nata Allahi 'ala al-kadhibin. Atëherë hajde pra, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thuaj aty në Allah, ti marrëm të thrasëm bitë tanë edhe bitë e ju, gratë tona edhe gratë e juaja, vetën tonë edhe vetën tuaj, edhe dalmi ta lutmi Allahun, e nej'al la'nat Allahi 'ala al-kadhibin, që të jetë mallkimi i Allahut mbi gënjeshtarët. Apo thoni jeni në rrugën e drejtë, hajde pra.
Po dalëm, edhe ka thirrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hajde Fatime zbijës tem, hajde bashkëshortëve ti, hajde Abbasit agjes ti, Aliun e ka thirrë, hajde po dalëm se kemi një farë punë. S'kan guxuar me dalë. Kanë guxuar me dalë, kanë vallahi me qenë pejgamber. Asnjë gjallë si aty. Dhe kanë pranuar pastaj të jenë në pushtetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj me kalimin e kohës kanë hyrë të gjithë në Islam. Prandaj shikoni dashur vëllezër se sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i kujdesshëm që njerëzit i kthen rrugën e drejtë. Deri në atë formë sa që më u tregua atyne, nëse jeni në gjendje me bodo dhe po trekoni që jeni në rrugën e drejtë, hajde pra lusni Allahun, cili është rruga e drejtë. Po nuk kanë pranuar. Sepse pastaj kanë ndodhur polemika tjera. E Allah azza wa jall zbrat ajetet e Kuranit. Duke polemizuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ta, vjen Abdullah ibn Salami. Abdullah ibn Salami, rabbin jahudi në Medinë. I thot, o Muhammed, kanë dëgjuar që është ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Ka thonë o Muhammed, ku më t'i bë 3 pyetje. Nuk ka njeri në faqen e tokës që mund me i ditë të pyetje vetë se pejgamberit. Nuk i din askush veç pejgamberëve të Allahut. Në qoftë se i din këto pyetje, unë ku më bë musliman. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, urdhëno, thot, cila është shaja e parë e kiametit? E dyta thot, cili është ushqimi i parë i banorëve të xhenetit? Edhe e treta thot, si ngjason fëmia prindit vet? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, tash Gjibril alayhis salam dhe miruni përgjigjet. Tha o Muhammed, ta Gjibrili është armik i jonë. Gjibrili është armik i jonë. Ai tha është armik i jehudëve. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgjigjet pyetjeve dhe i thot. Shaja e parë e kiametit do të është një zjarr i cili del në lindje dhe ju grah njerëzve ka perëndimi. Tha vallahi të vërtetën e ke thonë. E dyta tha, ushqimi i parë i banorëve të xhenetit është një pjesë e ligamentit nga mëlçia ose nga mushkria e balenës. Tha të vërtetën e ke thonë. Tha, sa i përket farës së burrit dhe të femrës, fara e burrit tha është e bardhë dhe e trash, ndërsa e femrës është e hollë dhe e verdhë. Ajo e cila i paraprin, tha, qofse fara e mashkullit i paraprin, edhe hyn më herët tek vezorja se sa fara e femrës, atëherë i ngjason tha prindit dhe është mashkull. I ngjason domethënë babës. E nëse është e kundërta, i ngjason nanës. Këtë është shkenca e ka zbuluar vonë. Të shkenca tash e ka zbuluar. Tash e ka zbuluar, ndërsa Rasulullah e ka thonë para 1400 sa viteve, 50 viteve, 47 viteve. Tash e ka zbuluar domethënë shkenca që vezorja e cila futet më herët tek vezorja e femrës domethënë, nëse është vezore mashkull, i ngjason prindit dhe është mashkull. Nëse është e femrës, domethënë femrore, është femër. Nëse secila vezore e mbizotron tjetrën, i ngjason prindit. Përkatës. Atëherë thotë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Do dëshmoj që ti je dërguari i Allahut dhe se Allah është një dhe i pashaq. Thotë o dërguari i Allahut. Thotë mos ju tregoj jehudëve që e kanë pranuar Islamin. Sepse me ju të regu, thot atyne që kanë me orë tash me polemizu me ty, thot mund keshin, po kur të vinë, thot ata me debatu me ty, pyti, thot, për mu, kush është Abdullah ibn Salami? Edhe fshehet Abdullah ibn Salami. Edhe i pyet pejgamberi, kush është për juve Abdullah ibn Salami? Thot është njeri më i mirë. Është thot si jon fetar, është biri i njerit të drejtë, është njeri i drejtë. Thot çka jo marrmendjen nëse e pranon Islamin? Thot kur s'ndodh del Abdullah ibn Salami dhe ju thot që e kom pranu Islamin, atër thot ti armik jon, i biri i keq i kështu me radhë, thot ata është i dërguari i Allahut. Dhe Allahu e zbret ajetin, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah. Ta thua jo Muhammed, kush është armik i Jibrilit? Ajo është armik i Allahut. Ai me urdhrin e Allahut e zbriti Kur'anin në zemrën tënde, musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin, i cili është vërtetuesi atyre që e kanë në dorë për Tevratit, është udhërofyes, ju zon njerëzën në rrugën e drejtë,
wa bushra lil mu'minin, edhe është përgëzues për besimtarët. Ky ajet dashur vëllezër, një transmetim tjetër ka zbrit për shkak se jehudët vinë, rabinët jehud me polemizu me Resulullah. Dhe i thonë, kena me t'i bo 4 pyetje. Në qoftë se ju përgjigjes, kena me besu Allah. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë, me ma dhonë besën e Allahut, ashtu si që ja kanë dhonë bet e vetë Jakubit a.s. besën, që s'kan me trathu ma, që keni me besu Allahun, pyet një qka të dëni, që ku mu përgjigjë. Thojnë o Muhammed, cili është ushqimi që ja ka bo haram vetës Jakubi a.s. para se me zbrit e vratë? Cili është ushqimi që ja ka bo haram vetës e vetë Jakubi a.s. para se me zbrit e vratë? Edhe të regona, thot, për farën e mashkullit edhe të femrës, edhe si në gjason do më thonë fëmijë, si kurse që pyetja edhe Abdullah ibn Selam. Pyetja e tretë, të regona për pejgamberin që s'din shkrim e lexim, çish flan ai? Çish flan? Çish është gjumi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Dhe e katërta, kush të zbret ty me shpallje? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ta pash Allahu xhalla wa ala, mos tradhtoni pastaj. Ma jepni besën. Pasha Allahun që një thot që ja ka zbrit Musës Tevratin. Ju e dini thot që Jakubi a.s. ka qenë shumë i smuar. Është smu shumë edhe smundja i ka zgjat, kohë gjatë. Dhe ka lutë Allahun, ka thonë, o Allah, në qoftë se më shëron, unë kum ja bo haram vetës ushqimin që më së shumë t'i e du si falendrim ndaj teje. Edhe ju e dini tha që ushqimin që e ka dashur më së shumti është mishi i devës. Dhe pija që më së shumti e ka dashur ai, dhe që ka thonë do t'ja ndaloj vetes është qumshti i devës. Po vallahi të vërtetën e ka thonë. Pastaj tha, ashtu siç thotë Abdullah ibn Selami për farën e burrit edhe të gruas. Te e treta tha, ju e dini pasha atë që ja ka zbrit Tevratin Musës a.s. se pejgamberi që ju pretendoni, që nuk dim shkrim edhe lexim, thot i flajnë syt po zemrën e ka zgjut, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë për veten e tij, unë nuk më flan zemra. Zemra e tij s'ka flajt kurrë, sigurisht që i flan zemra jon. Vetëm syt e tij i kanë mbyll. Zemra gjithmonë e ka pas zgjut. Sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë vallahi të vërtetën e ka thonë. Atëri kanë thonë, kush ta zbret ty shpallën? Thot Xhibraili alayhis salam. Thonë, kishe thonë Mikaili, patëm me besu Allahun. A Xhibraili thot është armik i jonë, sepse ai zbret me luftë, zbret me vështirësi, zbret na ka luftu shumë. Atëherë Allah Jalla wa Ala zbret ai në Kuranit, "Qul man kana aduwwan li Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allaha aduwwun lil kafirin." Thot ai që është armik i Allahut, i Mikailit, i me lajkeve të ti, i pejgamberëve të ti, i Xhibrailit dhe i Mikailit, Allahu është armik i pabesimtarëve. Pra Allah me këtë ajet po tregon për pabesinë e tyre, për kufrin e tyre. Allahu Jalla wa Ala 3 herë përmend Xhibrailin në këtë ajet. E përmend fillim, "Qul man kana aduwwan li Jibril." Kush është armik i Xhibrilit, është armik i Allahut. Pastaj tha, "Man kana aduwwan lillah." Kush është armik i Allahut? Wa malaikatihi, dhe i malaikeve të tij. Malaikeve të tij hin edhe Xhibraili, sepse është kryesori i malaikeve. Wa rusulihi, edhe i pejgamberëve të tij. Po pejgamberët të tij, të dërguar të tij, janë edhe malaiket. Është edhe Xhibrili alayhis salam, sepse Allah azza wa jall thot e zgjedh kanë të dën nga robërit e tij me qenë i dërguar, qoftë prej malaikeve, qoftë prej njerëzve. Pastaj prapë përmend me emër wa Jibril wa Mikal. Edhe armik i Xhibrailit dhe i Mikailit, fe inna Allaha aduwwun lil kafirin, Allah është armik i pabesimtarëve. Se Allah azza wa jalla përmend Xhibrilin, nuk u mjaftu me thonë kush është armik i Allah dhe i melajkeve të tij, por mos mi u lën derë aty në hiç fare. Me thonë çe peshe, Allah tha i melajkeve se përmend Xhibril. Allahu 3 herë përmend Xhibrilin për me tregu çfarë vlere ka te Allahu xhalla wa ala. Çfarë vlere ka tek Allah subhanahu wa taala ky melek. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk ka pejgamber që Allahu e ka dërguar në tokë
e që mos t'ja zbrit shpallën Xhebraili alayhis salam. Në një transmetim tjetër që është daif, Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, duke shku te kopshti i tij, u shnal te jehudët duke i ka interesuar çu shbe lexojnë Tevratin. Dhe i kanë thonë Omer, pse ti punon nga neve? Ka thonë për shkak se pe shoh që Tevrati shumë përputet me Kur'anin dhe Kur'ani me Tevratin. Edhe ju nuk pe besoni Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë tregoni vërtetën, a është pejgamberi i Allahut? Jo çunë po dyshojnë ta. Se unë e di fort mirë që pejgamberi i Allahut, po ju tregoni. I drejtohet kryesorit të tyne. Ata e shikojnë, thot apo ju tregoni apo I tregoj. Thot vallahi është pejgamberi jon, po Xhibraili alayhis salam ja zbret atij shpallën, ajo është armiki jon. Omeri thot vallahi, sikur të ishte thot Mikaili kishim besu. Thot vallahi, me kon Mikaili miki juve, Xhibraili armiki ju s'ka mundësi, sepse Mikaili dhe Xhibraili janë melajket Zotit. Kush është armik I melajkeve të Zotit? Është armik I Zotit. Edhe del prej atij mezhdisi shkon te Resulullah, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë Omer, a tregoj çfarë ajeti zbriti Allah? Thot men kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Thot ai që është armik I Allahut, I melajkeve të tij, I pejgamberëve të tij, I Xhibrailit, edhe I Mikailit, Allah është armik I pabesimtarëve. Tha ja Resulullah, dha kështu ndodhi. Tha Allahun pas ka parapritha me lajmë të ti. Do të thonë shikoni se si dëshirojnë me I ik rrugës së vërtetë. Wallahi wa billahi. Këto ajete kur ne I ngojmë edhe kur ne I sqarojmë edhe I lexojmë, t'jep me kuptu se çfarë rahmeti ka Allah ndaj robët vet. Përkundrazi dënimeve që I ka të ashpra. Allahu Jalla wa Ala don mi avçel derën e pendimit, ata jam shelin vet. Jam shelin vetën dyrë të pendimit. E Allah don mi avçel pram derën, ata e mbyllin. Wallahi, ky është shumë rahmet për neve, edhe ne dëshmojmë që ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është I shpëtuar. Wallahi kem shpëtuar. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Sepse ai që beson Allah, e beson Resulullah, e beson Kur'anin famlart, I beson gjithë pejgamberët e Allahut. Wallahi është I shpëtuar. Edhe nëse bën gjunahe. Edhe nëse bën gjunahe. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Abu Dharrit. Pasha Allah thot ai që beson Allah, e pejgamberët e tij dhe beson ashtu siç duhet, e fal namazin, edhe e jep zakatin, ka me shpëtuar ditën e gjykimit. Hak I Allahut është me hyrë në xhenet. Abu Dharri thot wa in zana wa in sarat. Edhe nëse ka rënë zina dhe ka vjedhur, wa in zana wa in sarat. Edhe nëse ka rënë zina dhe ka vjedhur. 3 herë Abu Dharri ja përsërit. Resulullah thot, edhe nëse s'po don ti Abu Dharr, ashtu është. Allah ka me shpëtuar, ka me fut në xhenet. Këta nuk dojnë, subhanallah. Për këtë thot Allahu Jalla wa Ala në ajetin Nisa të surës An-Nisa ajetin 150. Innal ladhina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adhaban muhina. Ata që mohojnë Allahun dhe pejgamberin e tij, edhe dëshirojnë që të bëjnë dallime mes Allahut dhe pejgamberëve të tij, duke thonë I besojmë disa dhe I mohojmë disa, edhe duke dëshiruar që në mes kësaj me gjetë një rrugë, Allahu thot për këta janë pabesimtarët e vërtetë. E thot për pabesimtarët e vërtetë kem përgatit dënim të fortë edhe nënçmues në ditën e gjykimit. E këta dëshironin që ta danin besimin mes Musës, Isaut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë Allah azza wa jalla thanë në hadith kutsi, men aada li waliyan, si argument për këtë ajet që Allahu është armik I tyne edhe ju ka shpar luft. Thot men aada li waliyan, thot në hadith kutsi, faqad adhantuhu bil harb. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith kutsi, Allah azza wa jalla thot, unë I kam shpallur luft atij që shfaq armiqësi ndaj miqve të mi, thot Allahu xhalla wa ala. Unë I kam shpall luft atij që shpall armiqësi ndaj miqve të mi. E miqtë e Allahut kush janë? Evliat e Allahut. Pa dyshim që Xhibrili alayhis salam është evliaja më I madh e Allahut. Evliaja më I madh e Allahut është Xhibrili alayhis salam. Pastaj melekët e tjera, pastaj pejgamberët e tjerë, pastaj robërit e thjeshtë. E Allahu po thot, një rob I thjesht që është evlia I Allahut, e evlia I Zotit është ai I cili kryen obligimet, I kryen farzët, largohet prej harameve,
mundohet me shku rrugës së drejtë. Ky është evliaja e Allahut. Mos mendoni evliaja çifri Tiranë. Jo. E Allah azza wa jall po thot këtë hadith al-Qudsi. Kush i shpall luftë një evliaja tim, unë kum i shpall luftë atij. E kush hen luftë me Allahun, dihet se kush humb. E Allah po thot men kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah. Kush është armik i Jibrilit, ai është pa besimtar. Ai është pa besimtar, sepse ai është armik edhe i Mikailit. Ai është armik edhe Israfilit dhe gjitha melekëve dhe armik i Allahut azza wa jall. Pse than Jibrili alayhis salam, për arsye se dashur vëllezër, edhe këtë dobi edhe e përfundojmë. Për shkak se melekët më të mëdha të Allahut janë Jibrili, Mikaili dhe Israfili. Jibrili alayhis salam është përgjegjës për mi ngjall zemrat me wahi, me shpallje. Jibrili alayhis salam është përgjegjës me i ringjall zemrat e vdekura për së gjalli me wahi, me shpallje. Sepse çdo pejgamber ja ka shku shpalljen me i ngjall zemrat tona, prej errësirës me qit dritë. Këta s'po dojnë me dalë dritë, po dojnë me nejnë tërë. Mikaili është përgjegjës për me ngjall tokën pas tatësirës së saj, me bimë dhe me shi, është përgjegjës Mikaili a.s. Israfili a.s. është përgjegjës me i ringjall të vdekurit pasi që të bëhet kiamet. Këtë me shpirt kanë bëjt. Pasi që të bëhet kiamet, i fryn surit më bëhet kiamet. I fryn për herën e dytë me i shqu shpirtat edhe me i ringjall, domethënë me i shqu shpirtat në trupat e të vdekurve dhe me i ringjall prapë tek Allahu subhanahu wa taala. Për këtë, ata që bëjnë dallim mes melekëve të Zotit, ata dëshirojnë me bëj dallim mes pejgamberëve të Zotit dhe kësaj me mohu fenë Allahu subhanahu wa taala. Dhe Allahu xhalla wa ala na tregon në këto ajete që ne si musliman vetëm me ndjek rrugën e drejtë, vetëm me besu Allahun drejt, një dhe i pashoq, me besu librat e tij, melekët e tij, pejgamberët e tij, ditën e gjykimit, caktimin ka dhënë dhe ka derën e Allahut, shtyllat e Islamit mi praktiku, wallahi jem shpëtuar. S'po dojnë ato, s'po dojnë të tjerët, çka më i bë Zoti xhalla wa ala. Wallahi rahmeti Allahut shihet këto ajete me robën e tij. Sa derën javë hap, ata vetë mbyllin. Dhe pastaj kur e marrin dënimin e merituar, s'ka pastaj mundësi që robi ta fajsoj Zotin e tij që s'ja ka hap dyert e pendimit, s'ja ka hap dyert e rrugës së drejtë. Shikoni se çka ka hjek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ta, në mënyrë që t'ia sqarojë rrugën e drejtë dhe t'i udhëzojnë në rrugën e Allahut azza wa jall, mirë po, udhëzimi është në dorën e Allahut dhe jo në dorën e njeriu. E ne këto ajete do të më na ngjall ndjenjen e falënderimin ndaj Allahut azza wa jall që na ka bërë pjesë të umetit. Wallahi wa billahi wa tallahi, që s'ka bëj më më. Veç Allahu xhalla wa ala ka dash na ka bërë pjesë të dini. Veç Allahu xhalla wa ala. Truni tik monal me mendu ti sa njeri është në dynja edhe nuk e beson Allahun. Truni mund me lut njëri, mund me lut. E ty edhe mua Allah në ka zgjedh. Miron sejdë Allahut. Me qenë pjesë e këtyre ajeteve që ne i mësojmë, edhe i librit të tij, edhe na ka bërë pjesëtar të dini, që është i shpëtuar me lejen e Allahut xhalla wa ala. Kjo është vetëm nimet e Allahut që ne duhet të falënderojmë Allahun. Me ja ditë vlerën, me falënderoj Allahun kur pa ja dha. Sepse me sejdë deri në kiamet, me falënderoj Allahun për nimetin e Islamit, nuk mundna me dal hakut Allahut subhanahu wa taala. Ai e dim pse na ka udhëzuar, vetëm ai e din. E ne duhet me falënderoj Allahun për nimetin e udhëzimit dhe jo me qenë sikur se këta të cilët çdo derë që ja hap te Allahu për me u pendu, ata e mbyllnin dhe vazhdonin me pyetje, vazhdonin me vështirësi derisa e kanë merituar hidhrimin dhe mallkimin e Allahut subhanahu wa taala, duke lutur Allahun që na fal neve dhe juve, na udhëzojnë rrugën e drejtë, jo në rrugën e atyre të cilët ajo është të hidhruar, as në rrugën e atyre të cilët janë të humbur, duke lutur Allahun azza wa jalla na fal neve dhe juve. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.